I dërguari sallallahu alaihi wasallam ajo që e ka qitë në shesh numrin 99 është thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 isman men ahsaha dakhala al-janna. Allah I ka 99 emra të cilët kush I përfshin, kush I përfekon, që themi ne, do të futet në xhennet. E çka nën kupton kjo hoxha? Kjo nën kupton se Allahu ka shumë emra, po prej tyre 99 ai I cili I përfshin, e përfshirja në këtë rast është ti di, ti mbaj mend, ti kuptoj, të besoj plotësisht në atë çka përmbajnë ata emra dhe të sillet konform gjithë atyre mësimeve, udhëzimeve eventuale që mund të rrjedhin prej atyre emrave. Kjo është ajo që në një farë mënyrë mund ta quajmë si udhëzim dhe organizim I jetës simbas kuptimeve të emrave të Allahut fuqiplot, duke qenë se sfida apo sprova e njeriut është që jetën e vet ta organizoj në relacion me Allahun fuqiplot. Duke besuar Allahun ti sillesh si besimtar, duke konsideruar Allahun si rob, si Zot ti sillesh si robi I tij, si skllavi I tij dhe sjellja jote pastaj paracaktohet prej asaj çka Allahun dosh me besu. E Allahun e beson nëpërmjet emrave. Për shembull, e beson se është Rahman dhe Rahim, I gjithëmshirshëm dhe mëshirues. Si duhet sillet njëri I cili beson se Allah është I gjithëmshirshëm dhe mëshirues? A duhet I kthielli ti humb shpresat? Në asnjë mënyrë. Domethënë, ai I cili beson se Allah është Rahman dhe Rahim, nuk bën me u bë pesimist në asnjë mënyrë. Po edhe në anën tjetër, kur beson se Allahu është Semiun Alim, dëgjon çdo gjë dhe din çdo gjë, nuk sillet shkujdesshëm edhe me shpërfillje, por e di se është Zoti I cili përcjell çdo lëvizje të tij dhe dëgjon çdo fjalë të tij, e kështu me radhë.